Edhe kjo doktoresh shumë mirë, sepse patjetër që do doja të ndalesh atë gjithonja, por me që jemi këtu, po ndalem te kjo pjesë për të vazhduar pastaj te ditët e para të foshnjës, te gjithonja dhe stimulimit që sa po e shpjegut. Shumë nona të reja, padosh me gjyku hjekin dorë prej gjithonjës, sepse ndoshta edhe rrithi duke i thonë që po të qanë, sepse nuk është duke unë ngopër, nuk i mjaftu shumë qomsht, nuk e ki qumshtin e mirë, dhe më verzionet të tila. Verzionet të tila ka shumë, tash ne i tregojmë nanave se për të mirat e gjithonjes dhe përfitimet që i ka beba prej gjithonjes. Mirë po, ka do më thonë disa nana të reja që nuk mund t'i bindim, tash ajo mbetet do më thonë në përgjithsinë e saj. Dhe ajo vendosë që nuk du me dhonë me gji, e tjera ne nuk kemi atë që ka bëjmë. Po në rastet të tjera, kur një nanë pas lindjes, është në atë periudhën pak më të deprimuar, ne i thojmë, ose baby blues, i thojnë ajo 2 javësh që është, ato kanë nevoj shumë për mbështetje emocionale, për mbështetje të familjes, kur ajo është e qetë, edhe një fëmijë ka me qenë i qetë, dhe ka me pas edhe gjie, dhe beba ka me ushqy, ka me urit, ka me u zhvillu. Do me thonë, në atë periudhë të nanave që mujnë me qenë pak më të ngarkuara, pak më të deprimuara, i duhet një mbështetje emocionale nga familja saj, pikë së pari, nga bashkëshorti, e mandej edhe nga rrethi, nana vjehra, kunata, kushdo që është, dhe thot duhet që ta mbështesin shumë. Ka raste kur ato janë të luhatshme, mirë po duhet, do me thonë, një mbështetje e tyre, por edhe duhet të marrin informata të sakta nga profesionistët, nga ne, apo edhe nga ginekologët, ajo nanë që të vazhdoj gjithonjen.